people want and deserve an immigration system. Shqipëria ka një marrëdhënie të veçantë me Italinë, por kjo nuk do të thotë se ky do të jetë rasti me Mbretërinë e Bashkuar. Kryeministri Rama ka shprehur qartazi qëndrimin e tij në lidhje me planin e Britanisë për largimin e azilkërkuesve të refuzuar, duke thënë se Shqipëria nuk do të bëhet qendër kthimi. E papranueshmja, qesharakja dhe turpshmja janë bërë normale, tha Rama në një intervistë për The Guardian, teksa u shpreh se 10 vite më parë një ide e tillë nga Britania do të kishte qenë e papranueshme, e se pas Brexit, Britania është një vend të errët. Skema e qendrave të kthimit është njoftuar nga kryeministri britanik Keir Starmer muajin e kaluar dhe do të përfshinte qendra në një vend të tretë që përpunojnë kërkesat e njerëzve të refuzuar për azil, që kanë shtëruar rrugët ligjore në Mbretërinë e Bashkuar. Gjatë qeverive të kaluara konservatore, marrëdhëniet mes Britanisë dhe Shqipërisë u tensionuan, të errësuar nga kalimet me gomone dhe akuzat për imigrantë të paligjshëm shqiptar që pushtonin brigjet britanike. Një person shumë i mirë dhe i këndshëm, tha Rama për Starmer, për të sqaruar qëndrimin e tij dhe theksoi se nuk ishte udhëheqësi i parë britanik që kishte hapur privatisht këtë temë, por në të gjitha rastet, gjithmonë ka thënë jo. Teksa kryeministri i Shqipërisë theksoi se Shqipëria nuk do të bëhet qendër kthimi, nga ana tjetër, pak javë më parë Kosova u bë vendi i parë në Europë që solli vendim për pranimin e shtetasve të vendeve të treta të larguar nga SBA-t, duke u shprehur e hapur edhe për pranime nga Mbretëria e Bashkuar. Ndërsa nga ana tjetër, strehimi i azilkërkuesve duket si një valli që Shqipëria refuzon ta kërcejë, përveç se nëse bëhet fjalë për Italinë.